Dëgjoje këtë hadith bukur që na e tha neve profeti alayhi salatu wassalam. Thot I dërguari I Allahut: "Arba'un idha kunna fike fala alayka ma fataka min ad-dunya." 4 gjëra, nëse ti I ke arrit dhe I ke realizu, mos e ki pishman pastaj dhe mos u bëj keq, mos u ndje keq për çat ka shpëtu nga dynjaja. Nëse I ke arrit në jetën tënde ose po I arrin në jetën tënde këto 4 gjëra, pastaj çdo gjë tjetër nuk ka më vlerë, e ke apo nuk e ke, subhanallah. Thot profeti alayhi salatu wassalam: "Hifdhu amana", rujtja e amanetit. "Wa sidqu hadith", fjala e drejtë, pra që të flasësh sinqerisht edhe të flasësh të vërtetën, fjala e vërtetë. "Wa husnu khaliqa", mirësjellje, edukata e mirë nëse e ke arrit që ta bësh cilësi edhe karakter tëndin. "Wa iffatun fi ta'ma", dhe ushqimi halal, që ushqesh. Rujtja e amanetit, me kur fol të vërtetën, kur sillesh me njerëzit ke moral të kompletuar dhe je njëri modest dhe I mirësjellshëm me gjithë me kulturë, dhe kur ushqesh me halal, fitimin e ke me halal. Nëse I ke arrit të 4, thot profeti alayhi salatu wassalam, edhe nëse I shef njerëzit që garojnë, fitojnë pasuri edhe pozita me lloj-lloj forme, e lloj-lloj mënyre, mos ki problem pse ti nuk ke fitu siç fitojnë ata. Sepse ti je duke bërë atë që duhet. Je duke bërë atë që duhet bëjë një njeri I mirë dhe I ndershëm. Ti ke pasurinë më të madhe. Nëse njerëzit duan ta mbledhin me haram, nëse njerëzit duan ta mbledhin me çdo lloj forme, ti me këto 4 gjëra e ke arrit atë që duhet arrisin njeriu në jetë. Pastaj për punën e riskut dhe për punën e furnizimit, pa shaq Zotin e qiellit dhe tokës, ajo që është risku jot edhe që është kismeti jot, do të vi ty, nuk ta pengon dot askush. E nëse nuk ka qenë kismet me ardh diçka, bëj gjithë pislliqet e dynjas, kur s'ka për të ardhur, nuk është kismeti jot dhe nuk është risku jot. Prandaj ndershmëria, amaneti, vërtetësia, fisnikëria, ti je njeri I ndershëm, pra është gjëja kryesore. Hec me këto 4 parime që ka thënë profeti alayhi salatu wassalam. Dhe dynjaja pastaj le të shkojë ku të shkojë, nëse gjithë secili prej nesh rregullon veten e vet, me këto 4 gjëra kemi arritur atë që duhet arrim në jetë, pra, dhe kemi rregulluar edhe shoqërinë, se gjithë secili prej nesh është pjesë e kësaj shoqërie.